lidhur me pjesën e kripës ose aminoacidit të glicinës. Përthithja e tij ndodh që e para nga përthithja intestinale, pra përthithet mukozën e zorës së hollë, më pas shkon dhe ripërthithet përsëri në veshka dhe përsëri del nga veshkat. Dhe këtu është shumë kryesor. Në pjesën e kockës është elementi numër 1 që i duhet kockës dhe nuk lejon, është minerali kryesor që nuk lejon zbutjen e kockës edhe frakturën e kockës. Dhe jo vetëm kalcium, por patjetër dhe magnez. Do të themi dhe format që unë ua thash pak më parë se ku ne duhet të bëjmë kujdes. Kalojmë edhe pak tek një imazh tjetër, siç po ua thoja pak më parë që magnezi ishte kryesor në mbrojtjen e kockës. Ne kemi në trup një enzim e cila quhet katekolmetiltransferaza ose COMT. Kjo enzim bën të mundur që shumë hormone të cilat prodhohen gjatë një situate të stresit ose të ankthit, që quhen adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, këto bëjnë të mundur që të rritet sistemi nervor simpatik edhe të rriten edhe kontraksionet vaskulare, ose të rritet edhe presioni i gjakut. Nga ana tjetër, COMT, e cila quhet katekolmetiltransferaz, metilon dhe inaktivizon në formë aktive dhe në formë inaktive hormonet cilat quhen edhe dopamin, norepinefrin, noradrenalin, pra të cilët prodhohen në një situatë ose gjatë një momenti stresi. Nëse do ta imagjinoni një situatë të tillë që nëse ju mund të bëni, imagjinoni një ambient që të gjithë bëjnë debat me njëri tjetrin. Magnezi hyn aty dhe i qetëson që të gjithë. Magnezi është edhe mbrojtës i ADN-s dhe po them, ishte kofaktor i rreth 300 deri në 600 funksioneve enzimatike, çelësi kryesor i enzimave dhe katalizatori kryesor i transferimit të grupeve fosforike. Është edhe një enzim tjetër e cila unë ua thash enolazën, që ishte në ciklin, që ishte në pjesën e glikolizës, që konvertonte 2-fosfoglicernikun në fosfoenol piruvat. Edhe një enzim tjetër e cila quhet fosfoenol piruvat karboksikinaz. Fosfoenol piruvat karboksikinaza është përsëri shumë e rëndësishme sepse konverton oksalacetikun në fosfoenol piruvat dhe kjo më së shumti prodhohet gjatë prodhimit të glukozës së re ose gjatë glukoneogenezës. Atëherë, kalojmë tjetër. Këtu është edhe pjesa ku ishte kofaktori një enzime cila quhet izocitrato dehidroginaza. Këto janë shumë funksione të thella të cilat janë në qelizë. Pa qelizë të pastër, magnezi nuk vlen. Suplementet në farmaci nuk vlejnë. Edhe nëse merrni për një kohë të gjatë preparate që ulin acidin kloridrik, keni deficienca ose mungesë të magnezit. Prandaj kujdes me pantoprazolët, me medikamentet të cilat merren për të ulur acidin kloridrik, ulja e ndjeshme e acidit kloridrik mund të çojë edhe në forma psikosomatike ose në forma idiopatike të një ankthi, sepse e tham pak më parë që të funksionojë siç duhet. Enzima e COMT, e cila quhet katekolmetiltransferaz, që bën të mundur rregullimin dhe inaktivizimin e hormoneve si noradrenalin, adrenalin, epinefrin, norepinefrin, atëherë duhet që magnezi të jetë në nivele të duhura dhe në sasi të duhur. Magnezin ku e gjejmë? Më së shumti, unë ua thash pak më parë, është te perimet e gjelbra dhe te zarzavatet. Pra të gjitha perimet që janë me ngjyrë të gjelbër, që kanë edhe klorofil. Farat e unë dua të specifikoj më së shumti. Farat e kungullit, kajsit dhe bajamet. Këto janë ushqime shumë të pasura nëse ju nuk mund të konsumoni gjatë përditshmërisë tuaj perime ose zarzavate, sepse janë shumë të aksesueshme dhe janë shumë lehtë më kanë akses shumë të lehtë, përdoren shumë lehtë. Farat e kungullit janë shumë të rëndësishme. Kajsit e thata, kumbullat e thata, sikurse dhe arrat janë të lehta për të përdorur. Por ushqimi numër 1 që ka magnez janë farat e kungullit. Farat e kungullit duhet të jenë gjithnjë pa krip, edhe mos të kenë asnjë përbërës sipër. Pastaj është edhe çokolada e zezë. Çokolada e zezë është ja ku e kemi në djathën time. Nuk e di ku ju mund ta blini sepse ajo nuk duhet të jetë e pasur me sheqer, duhet të ketë 0 sheqer dhe nuk duhet të ketë asnjë konservant tjetër. Pra, farat e kungullit që ja ku janë, që janë elementi kryesor që kanë magnez, çokolada e zezë, sipër janë bajamet,
që janë shumë të rëndësishme nga përmbajtja e tyre me magnez, më pas janë arrat dhe kemi perimet e gjelbra, majdanozi, qikoret, rukolat, deri te frutat, avokadon, më pas janë edhe shumë perimet të tjera ose ushqimet të tjera. Është brokoli, është argjinaria, është banani, që banani ka dhe potasium ose kalium, ka vitamin B6. Janë edhe disa arrore të tjera, por ju duhet të fiksoni më shumti bajamet, arrat dhe farat e kungullit. Këto janë 3 ushqime që janë më shumti me magnez. Pastaj janë brokoli, thjerëzat, është fasulja, është fasulja e bardhë, fasulja kafe, është bizelet, janë qishërat, është sikur se u thash pak më parë edhe banania. Pra, ushqimet që janë të pasura me magnez janë edhe shumë ndihmuese për veshkën, për zemrën dhe për sistemin cerebrovaskular. Një rëndësi tjetër e magnezit. U përmenda pak më parë se janë format që të ndahen nga magnezi ose format e tij. Magnez citrat është për pjesën e kapsllëkut. Magnez taurat është për pjesën e zemrës, për të ulur qarkullimin e lartë të gjakut. Magnezium klorid është për të laksuar muskujt dhe për të ulur këto krampet muskulare dhe vepron në mënyrë transdermale ose në lëkurë. Magnezium sulfat përsëri është për të provuar ose për të lehtësuar muskujt. Përdoret edhe me rrugë intraorale për të lehtësuar kapsllëkun. Pra, magnezium sulfat edhe magnezium citrat janë më shumti për kapsllëkun. Magnezium taurat është për zemrën. Magnezium citrat përdoret intraoral për pjesën e kapsllëkut dhe për gurët në veshka, sepse lidh pjesën e oksalateve dhe çfarë bëjnë ato dalin jashtë. Lidhet citrati me oksalatin. Ndërsa magnezium sulfat zakonisht përdorej edhe me anë të rrugëve intraorale, por dhe duke palpuar pjesën e lëkurës, ligamentet, kockat. Ndërsa magnezi i cili prithet në mënyrë shumë të lartë është magnez glicinat, por nuk duhet të ketë oksid, silikon dioksid edhe maltodekstrin. Është edhe magnez malat për të dhënë energji, ose që ne jemi më shumë që ne ta ndjejmë veten më shumë me energji të larta ose që të bëjmë më shumë aktivitet fizik. Por edhe një herë tjetër ta specifikojmë. Medikamentet si antiacidët ose bllokuesit e pompës protonike ulin përthithjen e magnezit, reduktojnë dhe funksionin e enzimës së katekolmetiltransferazës. Medikamentet qetësuese, paracetamolët, ibuprofenët, naproxenët, edhe këto reduktojnë përthithjen e magnezit nëse merren për një kohë të gjatë. Pra kujdes nga marrja e medikamenteve qoftë edhe shumë të lehta. Kujdes, jeta sedentare, ushqimet e thatat, procesurat përpunuara, përsëri e dobësojnë edhe ulin përthithjen e magnezit. Magnezi nuk bën magji në një trup të pashëndetshëm. Nëse zorët janë të pashëndetshme dhe të papastra, mos brithni me njëherë pas suplementeve. Të rregullojmë mirë zorën, të rregullojmë mirë si fillim aparatin tretës, duke eliminuar ushqimet e procesuara, kryesisht një se shten më shumti, majan, ushqimet që janë edhe shumë pasura me vajra vegetal ose me vajra të hidrogenizuar. Të konsumojmë shumë perime, zarzavate, fruta, aktivitet fizik, gjumë dhe ecje. Më pas të marrim një suplement të dur, që mund të jetë magnezi glicinat, që duhet të jetë pa oksid, pa silikon dioksid, 300 deri në 400 mg, dhe me përjashtim të personave që kanë probleme me veshkat, magnezi nuk përbën problem. Pra persona që mund të kenë insuficiencë renale nuk mund ta marrin pa konsultimin e profesionistit mjekësor.